është mirë me ndo praktika të mira, sepse na gjithherë po flasim shpeshherë për kandidatët ose kryetorët me të cilën kanë sill sfida ose kanë sill probleme. Për shembull, është njëri Sabedin Vishi në Kaçanek, që ta aktualisht në kryetori komunës, për kandidat për kryetor komune, që me shikun në prizmin më të bukur të tij apo të qeverisës që me të cilën e sill, ka si një alternativë më shumë më të mirë se shumë kryetor deri më tash si ka pas Kaçaniki ose Agroni në Junik. Për shembull, janë disa prej kandidatëve për kryetor komune që janë shumë më kreativ, janë shumë me praktik, me mision, me pak me pikpamje më tjetër. Rrushtë s'ka qenë, rrushtë abadja, ne po flosmi jeton të lutëm, a ka mundësi ta përmendoj pyetjen, mendoj dhe atëherë do shkofit për bazon këto që s'ka kush janë. Për shembull, Sabedin Vishi, Në këmë posta Sabedini tjetë në Kaçanek, së është Esek Malseu, kandidati të atë është shumë mirë që grupi me të cilën kanë vepra... Aty është lufta më në lloj, sigurisht disa komuna tjera të Kosovës. Domthonë atje është do një grup që i kanë shaktu domet pariparueshme aty në qytetit me Xhabir Zhorkun. Unë nuk e di që ka po Xhabir Zhorku në ai dom Kosovës. Ai ka po veç të mira Kosovës. Është një pleqlirimtar në Kosovës. Po leqlirimi në vend tjetër. Jo, është shkatërruesi aty në qytetit sepse veprimet e tij që ka sa vetë trupa mbojtë se ka qenë për ndjekun për Leksit. Se ka shkatërruar qytetin e Vin nga origjinë. Ai ka shkatërruar, ka ik drejtësisë. Ka i drejtësisë në vitet të tëra. Njerëzit e tij gjykohen për veprimet është personalitet. Ai ka bërë veprime të dyshimta kriminale. E ka lënë Skandinavinë dhe Ai mund të jetë keq ka jetë, po që ka ik drejtësisë, është drejtësi. Nuk e përfaqëson të keqen. Ai ka përfaqësuar të merren që kanë lënë qytetin. Duke krijuar është një paragjykim do që do të bëjë ti si njëri intelektual bën nivel që to mendime çfarë po jo, po du më ta themi po vetë diçka. Çto mendime që çto 100% sigurta, më shumë po ngjojnë si aktivist politik se sa si i javë dhoni opinion për mënyrën e pushimit. Për shembull, Halimi, po çfarë do të Halimi? Halimi që thotë, për shembull vjen me ato ide që një nik s'ka kush që ja merr. Po shumë që do të vetë dihet botërisht dhe ajo puna zotë kushi që ka qenë shumë mirë. Edhe jo rastisht e ka mujt. Shumë është e thjeshtë. Jo rastisht shipi sondazhe sa kanë dalë për shefin e LDK-s dhe shipi sa kanë dalë për kundër kandidatë. Shumë është e pashtë. Bravo, shumë bukur. Jo rastisht keq, Ishe sondazhet jeton arsyeja pse paragoj është unë kam priorën për Unikut. Edhe një atë pjesë mirë. Nuk mendoj që ky din për Unikun as 10% sa di për Unikun. Po do të thonë ti që mendoj që din. Po jam se si më marr informata. Vetë diçka, për informacione jeton. Vetë diçka, mënyra e jetonit që flet në mënyrë ironike, arrogante, sukuri e ka mujt. Jeton. Sa herë ka mujt Agron Kuçi? Tash padosht i kërkoj falje zotrit Shehu se për mua ka një konsideratë dhe e di që ka një respekt për familjen time. Falna se keshëm. Jo, i kërkoj falje, unë jam aty me fol. Vetë diçka. Sa kesh kuptove ti. Agron. Vetë diçka. I kërkoj falje zotrit Shehu se s'po do me përfshis jam. Am po më tregon ti mua sa herë ka mujt partinë e zotrit Shehut Agron Kuçi. Meqense po thotë jo rastisht e ka mujt. Po çfarë kandidatë kanë qenë atë çfarë tash tash? Çfarë kandidatë? Okej. Do të jetoni mirë. Ne të rrezikojmë mirë. E një shumë mirë, edhe një familje të nderuar edhe ata. Dëgjoj. Vetë diçka. Po një Agron Kuçi është një familje kombëtare, është një djalë zotëri, është një djalë punëtor, është një djalë që e ka kriju komunën e Unikut Pizerros, për me tregu tash ti makjor, edhe nëse me kriju me boshatush ajo. Ja, shatush. Po përderisa apo i vjen tash që Rushdi Shehu, mirë, vetë diçka, apo i vjen tash që Rushdi Shehu nuk ka meritu me udhëheq komunën, sepse ti po thon a e di çfarë kandidat ka pas atë Agron Kuçi, ndërsa Rushdi Shehu që takon te kandidat e Agron Kuçi ndër viti ka pas kabinet vetin, ka pas drejtor në komunë, ka pas në kabinet, do të thotë niveli i tyna sipas i tonit, u shkon shumë i ulët.
Por është shej kon komune, kam punu me Rushdin këtë mandat, sepse është mandati i parë i Rushdis. Edhe komunën Junik e ka fitu Rushdi Shehu si individ, po jo LDK-ja dhe se kishte fitu kur LDK-ja s'ka me fitu kur, si parti. Po mirë tash, do të thonë, sipas logjikës tonë, sipas logjikës tonë, nëse një individ. Çfarë do, a ka me hub tash Rushdi Shehu ka Do me fitu një ekip e mirë, nuk po do me fitu një ekip që shpëtu ti, nivelit tull. Tash nëse fiton një ekip që shpëtu ti, që kanë qenë kandidat nivelit tull, atëherë dhe që është zero. Një individ s'mundet me votë. Arian Tahirin kanë thonë që nuk mundet me bëjë kur gjë është i ri. Unë simpatin që ko. Unë pe simpatin që ko. Dulë që po e shkatërën se të në debat për shkatërën. Drejt.